Mos funksionimi I rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në Levan rrezikon shëndetin e banorëve dhe mjedisin. Si pasojë e amortizimit të tubacioneve dhe dëmtimit të pusetave të kanalizimeve, krijohet një situatë shumë shqetësuese për banorët. Dalja e ujrave të zeza në sipërfaqe jo vetëm që ndot mjedisin, por përbën dhe një rrezik serioz për shëndetin publik, sidomos në këto ditë dhe me temperatura të larta. Banorët shprehen se prej kohësh kanë denoncuar gjendjen pranë institucioneve përgjegjëse, por problemi vazhdon të mbetet I pazgjidhur. Sipas tyre, në vend që të ndërhyet për rehabilitimin e rrjetit, përgjegjësit institucional ja kalojnë njëri tjetrit fajin. Ata pretendojnë se pushteti vendor ja utrubon situatën ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve, duke shmangur përgjegjësinë që ka ndaj qytetarëve taksa pagues, të cilët prej vitesh përballen me të njëjtin problem. Përballë mungesës së ndërhyrjes nga institucionet, banorët janë detyruar të financojnë vetë për riparimin e tubacioneve të dëmtuara dhe ndërtimin e pusetave të reja të kanalizimeve. Njëri prej tyre tregon se ka shpenzuar rreth 40.000 lekë të rinj nga të ardhurat familjare për ndërtimin e një pusete në bllokun e pallateve në hyrje të Levanit nga ana e Fierit, vetëm për të shmangur përkeqësimin e situatës. Kjo këtu është puseta që ne kemi problem. Si lagje. Shiko si zbuluar. 100 herë kam ngritur këtë problem këtu, herdhen ustallar, specialista, këtu gjoja do bënin punime, këtu nuk e bën. Bën vetëm ata aty më tanë tek rruga, puseta tjetër aty më tanë e bëra unë, ta tregoj unë se ku është. Ja ku është puseta ngjitur me drejtare. Njerëzit këtu kanë ikur nga rrezik ashtu. Shiko, këtu banon një grua aty natë, qa do bësh këta një grua është. Këtë pjesë këtu, ajo e ka mbuluar. Ajo grua me plasmas me gjitha. Ju lutemi shumë, taksat paguhen. Urgjentisht të vinë të bëj pusetën këtu. Ta ngren pusetën, me kapak, me tërë, dhe të pastrojnë pusetat. Se janë të mbushra, te mbushra, jo të mbushra. Ata vinë këtu, ja bëjnë gale kërcas në ikin. Shikojnë vetëm para, po mbrapa. Kush do I pastroj këto? Darati marrin. Prandaj, mos kërkojnë taksa nga ne. Nëse ashtu, I bëjnë vetë, ama taksa mos marrin, absolutisht asnjë lloj takse. Banorët I bëjnë thirrje Bashkisë Fierit të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve, që të ndërhyjnë sa më parë për rehabilitimin e plotë të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ndërtimin e pusetave të reja që janë bllokuar nga ujrat e zeza pranë dritareve dhe përpara pallateve, në të kundërt do t'i shmangen pagesës së taksave që lidhen me shërbimet e munguara. Ata kërkojnë rehabilitimin e plotë të rrjetit të amortizuar të kanalizimeve, duke theksuar se nuk është detyrë e tyre të financojnë punime që duhet të kryen nga institucionet përgjegjëse. Gjithashtu, banorët shpresojnë që zëri I tyre të dëgjohet dhe problematika të marrëzidhje përpara se pasojat për shëndetin publik dhe mjedisin të bëhen edhe më të rënda.